Audio Jungle. Përshëndetje, miq të dashur të emisionit Dita me ne dhe të televizionit DTV Media, po takohemi edhe sot si çdo herë tjetër në këtë pasdite së bashku me mua Diorën. Edhe kësaj here kemi një të ftuar, por fatkeqësisht nuk kemi pas mundësi që ta kemi, duke qenë se psikologja në fjalë është nga Shqipëria, nga Tirana, dhe për shkak të angazhimeve të shumta që ka edhe atje, në pamundësi do të lidhemi direkt me psikologen Sibora Kalluçi Medolla, psikologe zhvillimi nga Tirana, e cila me eksperiencën e saj në fushën e zhvillimit emocional dhe mirëqenies psikologjike do të na ndihmoj të kuptojmë më mirë edhe shërimin edhe zhvillimin e emocioneve edhe tek të rriturit edhe tek fëmijët, edhe padyshim që do të na ndihmoj të kuptojmë edhe më mirë edhe më shumë për veten. Sibora, faleminderit shumë e dashur që ke gjetë sot kohë për Dita me ne. Faleminderit ju, është shumë kënaqësi të jem me ju edhe të zhvillojmë një temë kaq të bukur. Po, e di që përkundër edhe angazhimeve që i ke, si një ndër psikologët po themi më të shuara atje, ne patëm edhe mundësi që në një mënyrë apo një tjetër t'ju kemi sot këto, kështu që edhe njerë po ju falenderojmë shumë nga zemra. Faleminderit ju. Po, e përmendëm pak a shumë që do të flasim pak edhe për shërimin emocional, ndoshta për krejt ata që nuk e din çfarë është në fakt shërimi emocional dhe pse është kaq i rëndësishëm. Shumë pyetje bukur. Shërimi emocional është një proces që secili prej nesh kur rritemi kalojmë në një formë ose në një formë tjetër dhe ka të bëjë konkretisht me funksionimin e shëndetshëm në përditshmërinë tonë. Pra të jemi të aftë dhe të mundur të jetojmë, të kryejmë të gjitha proceset bazicore, të shkojmë në punë, të prindërojmë, të ndërtojmë marrëdhënie në formë të shëndetshme. Dhe shërimi emocional këtë ka qëllimin e vet final. Për disa, kjo mund të jetë e vështirë për shkak të ngjarjeve që mund të kemë përjetuar përgjatë fëmijërisë, përgjatë adoleshencës, apo për shkak të dinamikave familjare ku janë rritur, ose dinamikave të tjera sociale dhe mjedisore. Për ta është më e vështirë shërimi emocional, por asnjëherë e pamundur. Po, Sibora, e dashur, desha të dim edhe duke qenë se dhe puna drejt për drejt ju lidh me persona ndërkaq me klient, po themi, nuk po i quajmë pacient, po cilat janë ato simptomat apo shenjat e para në cilat ne mund të vërejmë që nuk po jemi mirë dhe po kemi nevojë ndoshta të konsultohemi me një psikologe, me një psikolog. Po, së pari janë shenjat e brendshme. Trupi fillon të reagojë, simptomat e dukshme të cilat na pengojnë, fillon preket procesi i të ngrënit, kemi vështirësi të ushqehemi, qoftë në shumë sasi, qoftë nuk konsumojmë ushqim fare. Më pas preket procesi i gjumit, si një ndër proceset elementare të funksionimit të shëndetshëm. Ne fillojmë dhe vëmë re që kemi probleme me gjumin, ose flem shumë, ose nuk kemi gjumë. Më pas, simptomat të jashtme janë dëshira për të mbyllur dhe për mos të socializuar, frika për të dalë, për të qenë interaktiv me të tjerët, me miqtë tanë, me familjarët tanë. Gama e simptomave është shumë e gjerë, por këto që unë përmenda janë ato më të dukshmet. Pastaj kemi edhe simptomat të tjera që mund t'jenë aritmi, rrahje e shpejtë e zemrës, djersitje e duarve, vështirësi për të folur, për të treguar nevojat, për të folur për emocionin, për t'u shprehur. Pra, në tërësi një mbyllje në vetvete. Këto janë simptomat e dukshme, të cilat nëse dikush i ndjen, do të thotë që ka ardhur koha të kërkojë ndihmë profesionale. Po, ndoshta po ndalemi pikërisht edhe tek ndihma profesionale që ju e ofroni, ndoshta dhe varet nga rasti në rast, sepse e dim që gjithë njerëzit janë të ndryshëm, po sa tentojmë ndoshta t'i neglizhojmë qoftë edhe këto simptoma, qoftë të brendshme, të jashtme, dhe ndoshta arrim në kohë që ta shërojmë, sepse ju e thatë shumë bukur edhe në fillim që asnjëherë nuk është vonë, edhe që domethënë gjithçka mundet me u shëru.
Sa mendoni që i neglizhojmë ndoshta dhe tentojmë ndoshta ti neglizhojmë qoftë edhe këto simptoma, sepse padyshim që kur i përmendet shumica prej nesh e gjatëm veten tek të paktën një apo dy simptoma. Po, është e vërtet, me stilin e jetesës tani, të gjithë nga pak mund të përjetojnë simptoma të ngjashme. Në fakt është e vërtet që ka një neglizhim të simptomave në tërësi, në popullatën dhe në kulturën tonë, në kulturën shqiptare. Neglizhimi është padyshim i dëmshëm. Neglizhimi, mohimi, represimi, shtypja, bërja sikur s'po ndodh asgjë, pra të vendosësh një maskë sociale dhe të thuash s'ka asgjë, do të kaloj vetë. Këto nuk janë ndihmë. Kur dikush ndjen një nga këto simptomat që unë përmenda, e mira është të kërkojë ndihmë, sepse e di si ngjason Diora, ngjason njësoj me idenë të hypurit në trenin e gabuar. Sa më larg ti të shkosh, aq më të vështirë do ta kesh rrugën e kthimit. Kështu që nëse ne jemi në këtë tren, në trenin e ndjesive me të cilat trupi po na sinjalizon, më ndihmo, më shpëto, puno për mua, më jep dashuri, thot trupi, përmes këtyre simptomave. Dhe nëse ne e neglizhojmë, puna për të shëruar është më e vështirë, por unë e thash pak dhe në fillim, nuk është e pamundur, sepse neuroplasticiteti, që është shkenca që merret me studimin e mendjes, tregon që sot truri i njeriut, pavarësisht traumave të forta që mund të ketë kaluar, nëse gjenden metoda të duhura për të ndërhyrë, mund të merren fitore shumë të mëdha. Dhe fitore të mëdha mund të jenë edhe momente të përditshmërisë. Kështu që kjo është shpresa e të ardhmes, shpresa jonë sot që nëse ndërhyhet, nëse punohet, nëse ka vullnet dhe dëshirë për të dalë nga ajo gjendje, ka shpresë dhe ka fitore. Po, shumë bukur e elaboruar, Cibora. Cilët janë disa prej rasteve pa dash me hyrë ndoshta në personale dhe të rasteve që i keni, cilat janë disa prej rasteve edhe ndoshta moshave më të shumta që ju bjen ndoshta dhe juve më shumë të keni punë, se i keni si klient, po themi. Duke dashur të ruaj dhe konfidencialitetin e rasteve, padyshim, por mund të them që grup mosha që ka më shumë kërkesë për të punuar me shërimin emocional janë grup moshat e adoleshencës, grup mosha 20 deri në 30 vjeç. Kjo është grup mosh pak delikate. Duke i dhënë një shpjegim të përgjithshëm, mund të themi që në këtë moshë njeriu merr vendime të mëdha, siç është shkollimi, gjetja e një pune, gjetja e një partneri, krijimi i një familje, pra gjithë këto ngjarje të mëdha në vetvete japin një lloj dinamike emocionale dhe ka raste të shumta që edhe nënat në postpartum kërkojnë ndihmë emocionale tek terapisti dhe për këtë jam shumë e gëzuar, duke qenë dhe nën vet dhe duke ditur sa delikate është postpartumi, ka shumë nëna që sot drejtohen tek terapisti për të kërkuar ndihmë për shërimin emocional. Po, sepse është e bukur edhe me ndëgju, sepse ndoshta në të kaluarën nuk e kam pasur edhe këtë fat dhe këtë mundësi që padyshim edhe të konsultohen me dikë, të shprehen të dikë, kështu që fal Zotit edhe sot i kemi këto kushte dhe këto mundësi që ka psikolog të shumt që në cilat ne mund të adresohemi dhe pikërisht akoma më mirë, sepse kur e din që edhe ju jeni nën, ndoshta e kanë akoma më të lehtë çastin edhe komunikimin me juve, kështu që e bëni akoma më të lehtë edhe për to. Po besoj. Po, është e lehtë, megjithatë një psikolog edhe mund të mos jetë nën dhe mund të japi një ndihmë shumë profesionale. Patjetër. Sepse ne i kemi të mirë ndara vlerat personale por patjetër empatia është më e lartë dhe unë e kuptoj në mënyrë empatike se konkretisht e kam përjetuar. Po, Cibora, e dashur, e cekë ndoshta në fillim që shumica e këtyre, po themi, problemeve në thojza që na vinë janë pikërisht edhe se ndoshta e kemi neglizhuar edhe i kemi neglizhuar nevojat që i kemi pasur me dashje apo pa dashje kur kemi qenë fëmijë, deshta të ndalemi edhe te kjo pjesa e shërimit, sepse e di që ti jashtëzakonisht ti lëbon edhe kësaj iniciative, po themi, të shërimit të fëmijëve të brendshëm, çka është të jetë e rëndësishme. Dhe desha pak ta prekim edhe këtë temë, ndoshta
tek fëmiu i brendshëm dhe qysh mundemi ndoshta me e shëru, sepse dim që ndoshta në jetën e përditshme gjitha sfidat me cilat përballemi na çojnë pas të ato që kemi përballu dhe që na ka ndodhë qysh në fëmijërinë tonë të hershme. Po, shumë e vërtet kjo, Diora, shumë e vërtet. Unë mendoj që fëmijëria është një fazë e jetës tonë që na merr për dorë dhe udhëton gjithë jetën me ne. Fëmijëria dhe modelet që ne jemi rritur në fëmijëri, mënyra e atashimit që ne kemi marrë nga prindrit tanë, situatat, mjedisi në të cilin ne jemi rritur, do të ndikojë drejt për drejt në vendimet tona, siç janë profesioni, gjetja e rrethit miqësor, gjetja e vetes, përballimi i sfidave, gjetja e partnerit, prindërimi, të gjitha këto fusha të botës tonë të rritur preken drejt për drejt nga fëmijëria jonë. Dhe dinamikat familjare që ne jemi rritur dhe në mënyrë fondamentale modeli i prindërimit që është bërë mbi ne ndikon shumë në atë që ne do të jemi si të rritur. Mendoj që të shërosh fëmijën brenda vetes është një proces që kërkon ndihmë profesionale, në varësi të rastit, pa diskutim. Dhe përveç ndihmës profesionale, kërkon një efort shumë të madh shpirtëror, pra ti të vendosësh të jesh versioni më i mirë i vetes. E për ata që kanë kaluar një fëmijëri të vështirë, të jesh një cycle breaker, themi ne, pra një thyese e gjeneratës, e një frike të caktuar, apo e një vështirësie mendore apo emocionale të caktuar, është e vështirë, por është shumë e bukur, është një proces, nuk është linear procesi në rritje, ka ulje dhe ngritje, por ndihma profesionale dhe ajo që ne quajmë terapia inner child therapy, do me thënë terapia e fëmijës brenda nesh, është e rëndësishme dhe jep rezultat. Po, sa mundet ndoshta me zgjat e tëra si terapi, ose e përmendet se nuk është proces linear, po ndoshta prej rastit në rast edhe varion, po ndoshta prej rasteve që vetë ndoshta i keni studiu, po themi? Po, shiko, ma bëjnë shpesh këtë pyetje, edhe shumë interesante. Michelangelo, kur ka qenë 86 vjeç, tha, jam ende duke mësuar. Se e them këtë? E them këtë sepse është proces që zgjat gjithë jetën. Ndihma profesionale jepet në një periudhë të caktuar, gjithmonë është shumë në varësi të rastit, por normalisht ti duhet të llogarisësh që një minimale është 6 deri në 10 seanca për të qenë konkret. Megjithatë është shumë subjektive si përgjigje, varet nga rasti, varet nga dinamika, varet nga përfshirja, varet nga metoda që terapisti, psikologu përdor, varet nga përqasja, varet nga kimia e kësaj marrëdhënie, por është një proces që zgjat relativisht zgjat, por jo shumë. Gjithmonë varet nga këto kushte që përmenda. Ama gjithë jetën tonë ne jemi duke mësuar, sepse ndodh kjo gjë që ne mund të fitojmë një rol në të ardhmen të cilin ne nuk e kemi pat më përpara. Po marr shembullit të qenerit prind. Ti punon në terapi dhe ti nuk je prind. Dhe 10 vite pasi ke mbyll terapin, ti bëhesh prind. Jo se terapia ka zgjat 10 vite, po 10 vite e marr si shembull. Dhe ti kupton që zbulon gjëra të reja tek vetja jote. Kështu që mendon që mund të kesh ende nevojë të rikthehesh, ose ato njohuri që ti ke marr dhe ai proces terapeutik që ka qenë më përpara të ka shërbyer. Prandaj është diçka që varet dhe nuk është një përgjigje konkrete. Diora, për gjatjen. Patjetër. Si Bora, ndoshta e përmendit që domethënë janë disa faktorë të cilët ndikojnë, por megjithëse duhet jetë edhe personi në fjalë i cili duhet domosdoshmërisht ndoshta të ndjek ato rregullat strikte, po që të punojë edhe me veten, kështu që ne mundemi me ardhe te ju me konsultu, po nëse edhe në pjesën tjetër po mendoj të ditës nuk ja kushtojmë vetes, atëherë po mendoj që kot ndoshta edhe juve ju mundojmë edhe ju lodhim kur ndoshta e kryjmë seancën, shkojmë në shtëpi dhe e bëjmë krejt atë
kundërtën që e bisedojmë ndoshta në një seancë. A ka ndodhur edhe raste të tilla, janë të shpeshta për shembull? Po, ndodh patjetër, është procesi i shërimit është shumë i vështirë dhe në disa njerëz këtë që ju sapo thatë e bëjnë në mënyrë të pandërgjeshme, sepse është shumë e vështirë, Diora, të lësh natyrën e vjetër tënden dhe të fitosh një natyrë të re. Nuk është kaq e lehtë. Për askënd dhe unë e kuptoj, Po, sigurisht nuk në teori lodha. ndoshta mund të duket shumë e lehtë, po për më Është e provu vështirë. mandej vetë, është pak Patjetër. më e vështirë, a? Është e vështirë dhe kurse si nuk lodhem apo të mërzitem, sepse nuk është një marrëdhënie personale, nuk e ka kundrejt meje. Përqasja ime është që kur e shoh që klienti, sepse ne nuk themi pacienti, themi klienti, kur klienti ka këtë prirje dhe këtë përqasje, pra i bën bisht, i bën skip detyrave, angazhimeve dhe shikoj që e ka të vështirë, atëherë terapisti dhe psikologu profesional përpiqet ta përqasi marrëdhënien terapeutike duke i hapur një këndvështrim klientit, një këndvështrim të ri, që të nisi punën me veten thellë brenda vetes dhe bëhet gradualisht, por ka shumë raste të tilla. Po, ndoshta edhe krejt në përvojën edhe eksperiencën tuaj, padyshim kemi dëgjuar edhe nga ndoshta vetë psikologët e cilat kanë shkruajt edhe librat, nuk po më kujtohet emri saktë i psikologës, por është libri Mbase duhet të flasësh me dikë, Maybe You Should Talk to Someone, e cila padyshim e ndoshta elaboron krejt këtë idenë që të qenit një psikologe nuk është edhe aq e lehtë sa duket, edhe që ajo përfshihet dhe emocionalisht edhe ndoshta e merr edhe barën që e ka nga storjet edhe ato që dëgjon edhe vetë, që ndoshta a vlen edhe kjo edhe për ty si Bora që i përjeton krejt ato që kalojnë, po themi kushtimisht edhe klientët në këtë rast, edhe sa ndoshta ka ndryshu në fillim kur ja ke fillu punën edhe sa ndoshta i përjeton tash, sa ka ndryshu ndoshta? Po, shumë ka ndryshuar, pa diskutim, në fillim kam qenë që e përjetoja shumë. Nuk është ideja tek se sa e përjeton, se sa tek mënyra se si e menaxhon. Unë vazhdoj përjetoj, sepse jam humane, jam njerëzore, ka raste që përlotem në terapi, edhe prekem me ndonjë rast shumë të vështirë, por me rritje në profesion, një ndër gjërat të cilat ne kemi pjesë të natyrës profesionale është të mos kemi interferim të vlerave personale, sepse terapia është aty për klientin, jo për mua. Megjithatë, në rast se mund të ndodhë të kemi një rast që është, si të thuash, më i madh se sa unë mund ta përballoj, qoftë emocionalisht, qoftë në një këndvështrim tjetër, ne referojmë. Pra referojmë tek një koleg, referojmë tek dikush dhe ja shpjegojmë klientin arsyet. Por që edhe ne psikologët ndiqemi me psikolog në kuptimin i kemi dhe të detyruar deri diku që të kemi supervizor tanët. Dhe mendoj që kjo është shumë e rëndësishme në këtë profesion, që t'jesh profesional, të ruash etikën, por nga ana tjetër jo të jesh, pra klienti që të ka përballë mendoj sikur po flet me një gjë të ngurtë, sepse po flet me një njeri. Por sot mund të them që pas kaq vitesh në punë, di ta ndaj shumë mirë, edhe jam e gëzuar dhe krenare për veten që di ta ndaj shumë mirë këtë gjë, por në fillim po e kam patur shumë të vështirë. I ke pritur më rënd, a? Po, qaja, pas pune qaja, kam qenë kështu si në burnout, e përjetoja çdo gjë. Por me rritja në profesion, pastaj fiton teknika, fiton mënyra, edhe është më e lehtë. Po, edhe shumë e bukur e që thej që ndoshta dhe klientët duhet të shohin se nuk e kanë përballë një robot dhe kanë një njeri që ka ndjenja dhe ndoshta i përjeton edhe e kanë këtë ndjenjën e solidarizimit, ndoshta që po e sheh se në këtë rast edhe psikologja po e përjeton bashkë diçka dhe ndoshta edhe kjo ju lidh edhe më shumë, a? Po, ka klientë të cilët kur të shikojnë që ti prekesh, e vërej që e bën atë më emocionale marrëdhënien, po, është e vërtetë dhe kjo. Po, desha të ndalem edhe te një
një diçka tjetër, ndoshta kur është fjala për fëmijën e brendshëm, sepse përmendet që pikërisht ndoshta që tentojmë me neglizhu mandej kur rritemi, krit problemet na sillen pikërisht ato që i kemi pas në fëmijëri, qoftë tek gjetja partnerëve, qoftë tek gjetja e një profesioni të duhur, e që ndoshta unë së fundme, kur e shoh, ndoshta looking back ose kur kthehemi pas, ka shumë të bëjë dhe ajo që kemi përjetu ose me dikon kur flasim, zakonisht krejt ato dromsat që i kemi në fëmijëri na shfaqen tash, edhe është shumë bukur me kuptu që krejt lidhet me ato që kemi përjetu, ndoshta kur kemi qenë më të vogël, po pikërisht ndoshta një pyetje që e bëjmë edhe këtu te kolegët edhe bashkë krejt është pikërisht edhe tek gjetja një partneri. Sa ndikon ndoshta, sepse e dim që shumica thonë që tentojmë i gjet partnerët ashtu që kemi pas rrethin familjar ose rrethin e ngushtë. A është e vërtet si Bora që ndoshta tentojmë me bo këtë gjë me ose pa vedije? Po, ndodh dhe kjo gjetja e partnerit, unë mendoj që është një ndër vendimet më të rëndësishme, i dyti më i rëndësishëm në jetë. I pari është të dish të duash veten dhe të zgjedhësh të duash veten, dhe i dyti është zgjedhja e partnerit për të kaluar jetën. Padyshim, modeli që ne jemi rritur, modele që ne kemi parë në familje me prindrit tanë, modele që ne kemi parë për rreth, na ndikojnë në mënyrë të pavetdijshme. Ne zgjedhim shpesh të ngjashmin e prindrit tanë të kundërt në qeni. Është teoria e Elektrës dhe Edipit, deri diku jam dakord me të, por që mënyra se si ne jemi rritur, përqasja që ne kemi parë me përqasja që ne kemi parë tek prindrit tanë, mënyra se si ata e kanë dashur njëri tjetrin, se si janë atashuar me njëri tjetrin, si ja kanë shfaqë dashurinë njëri tjetrit, më fal. Pra mënyra se si ata e kanë dashur njëri tjetrin dhe kanë dhënë dashurinë njëri tjetrit është forma që ne do të na ndjeki në zgjedhjen e partnerit. Gjatë Do të na ndjeki. Po, edhe tek ajo që the, që ta duam vetveten, a ndikon edhe ndoshta me dashurinë që i kemi marrë apo se kemi marrë kur kemi qenë më të vegjël? Po, ndikon, ama unë mund të them që me siguri që ka një moment në jetë që secili prej nesh prek një pikë reflektimi. Dhe ai moment nuk e dim kur është në çfarë moshe, por është në moshën e rritur. Ky moment reflektimi ne kthehemi mbrapa dhe analizojmë si na është dhënë dashuria dhe si duam ne të ndihemi të dashur. Dhe ky moment reflektimi është momenti ku ne nisim punën e brendshme me veten. Ne ngrem pikpyetje në mendjen tonë, si do donim ne të na donte partneri dhe ta donim ne partnerin. Si do donim ne të na trajtonin kolegët në punë dhe ti trajtonim ata. Dhe pikërisht është ai momenti që unë e quaj pika 1 e maturimit emocional, kur ne nisim dhe vëmë në pikpyetje çfarë kemi kaluar me çfarë duam të kalojmë. Dhe nëse në thelb të këtij procesi është dashuria për veten, ky është një maturim emocional shumë i bukur, sepse faktikisht kjo nis që në adoleshencë. Psikologu Erich Fromm thot, adoleshenca përfundon kur adoleshenti i përgjigjet pyetjes kush jam unë, pra që lidhet me identitetin. Dhe kjo na ndjek, kriza e identitetit na ndjek edhe për vitet përtej adoleshencës, derisa ne marrim një pamje të plotë të pyetjes kush jam unë, çfarë dua unë dhe si e dua unë jetën time, marrëdhëniet e mia, mjedisin tim dhe të gjitha të tjera dinamikat. Po, si Bora, me qenë se jemi edhe drejt minutave të fundit, unë desha me të falenderu jashtëzakonisht shumë për kohën, sepse e di që je e zënë tmerrsisht këto kohë, po të falenderoj shumë. Desha edhe një mesazh qoftë për krejt që po na shikojnë, po pse jo edhe për të rinjt, edhe për moshat e reja, me qenë se janë pak më delikate, edhe nëse nuk je në Tiranë, apo sepse koha po duket shumë e bukur prej dritareve atje pas teje. Faleminderit, shumë faleminderit. Apo më dëgjon si Bora? Pak me shkëputje. Okej.
Isha duke të thënë që jemi drejt minutave të fundit të dashur dhe deshta qoftë një mesazh qoftë për të rinë, qoftë për krejt ata që po na shikojnë edhe të pyeta mandej në qoftë se gjendeni në Tiranë, sepse po duket një mot i mirë atje, një kohë e mirë. Po, në Tiranë është koha shumë e mirë, gjithmonë është shumë e mirë në Shqipëri koha. Mesazhi që unë kam edhe ndoshta në çdo ditë që të më pyesni dhe të bëni një intervistë do jepja një mesazh të ndryshëm. Por sot ndjej të them që tregoni të butë me veten tuaj. Përpiquni mos ta gjykoni shumë veten dhe të kuptoni që dhe një mimilje nisi me hapin e parë. Edhe ndoshta sot është dita që ju të nisni hapin e parë tuaj të shërimit emocional. Asnjëherë nuk është vonë dhe asnjëherë nuk është e pamundur. Mund të arrihen gjëra shumë të mëdha me vullnet dhe me dëshirë, por hapi i parë dhe milja e parë niset duke u treguar të butë dhe të dashur me veten tuaj. Po, nuk e di për klientët, po neve veç me këtë zërin që e pas kësi bora, arrite me na qëtësu shumë sot. Faleminderit, e vlerësoj shumë, e çmoj shumë kohën që kaluam bashk edhe realisht uroj që këtë mesazh ta dëgjojnë sa më shumë njerëz edhe të fillojnë ta duan veten sa më shumë. Faleminderit. Urojmë që dhe krejt ne ta duan veten sa më shumë edhe kur do që je në Kosovë. Nuk e di, a vjen shpesh këndej, po të ftojmë gjithmonë kur ke kohë të vish, pse jo, qoftë se s'ke kohë për intervistë, qoftë edhe një kafe e pim bashkë. Po pa dyshim njerë në studio duhet me të pas si bora. Mund të them vetëm diçka, kam disa kliente dhe klient nga Kosova me terapitë që bëj online, edhe energjia, nuk mendoj që ka të bëjë shumë me kombësinë, unë nuk jam shumë e kombësisë, por energjia që marr është shumë e bukur dhe ndonjëherë në seanca me ta kam filluar të fitoj dhe unë ca fjalë, edhe ndonjëherë e kthejmë seancën në të folurin me dialektin e tuaj. Po e vrajtëm se nuk e patë vështirë heq me e kuptu dialektin, kështu që na mor mendja që ke punë edhe me shqiptarët e Kosovës dhe na vjen shumë mirë që e kam përgjith një psikologët të duhur, a? Po, ju falenderoj shumë. Edhe që na tregove që mundemi me të pas edhe keqasje në terapitë dhe seancat online, kështu që kemi akoma më të lehtë ndoshta edhe pse jo kushdo që është interesuar edhe online mundet patjetër me ju kontaktu. Faleminderit shumë edhe një herë si Bora, të uroj një ditë sa më të bukur edhe një kohë sa më të këndshme. Të falenderoj shumë për krejt pozitivitetin edhe energjinë e bukur që e transmetove, qoftë edhe për lidhjes direkte që e patëm sot. Faleminderit, punë të mbarë edhe paçi sa më shumë suksese. Tung. Ishte kjo intervista me psikologen e zhvillimit nga Tirana, nga Shqipëria. Ne patëm rastin që nëpërmjet lidhjes direkte të flasim pak edhe me psikologen si Bora, e cila mjaft e njohur në Shqipëri edhe për seancat edhe për krejt terapitë që ajo zhvillon, kështu që po ju falenderoj edhe juve shumë për vëmendjen edhe po shpresoj që na keni dëgju. Faktikisht i keni dëgju këshillat e psikologës edhe nga unë Diora, miru takufshim herës që vjen.